Një konflikt verbal për hapjen e një varri është bërë shkak për një vrasje jashtë murit rrethues të varrezave shtetërore të Sharrës. Viktima ka mbetur shtetësi Altin Çullhaj, 38 vjeç, i cili është qelluar me armë zjarri tip pistolet nga një banor i zonës dhe ka humbur jetën rrugës duke ikur për në spitalin e traumës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:25 minuta në rrugën Ndrezadeja, po sipas të njëjtave burime, mësohet se 38 vjeçari Çullhaj ishte punonjës i varrezave të Sharrës, ndërsa në momentin që ka nisur konflikti me 25 vjeçarin Tafa, banor i zonës, ai po hapte një varr. 25 vjeçari ka kërkuar llogari se pse po e zgjeronte ai shumë varrin, ndërsa më pas kanë debatuar me njëri tjetrin. Në debat e sipër, i riu ka marrë armën dhe ka qelluar mbi punonjësin e varrezave. Sipas burimeve të policisë, e cila po heton në vend ngjarje, bëhet me dije se autori i vrasjes është Erik Glend Tafa, 25 vjeç, i cili tashmë është shpallur në kërkim. Ndërkaq janë ngritur postbllogje të shumta në zonën e Ndroqit, Zberishtit dhe Arbanës për të lokalizuar autorin e larguar në drejtim të paditur.